ata do thonë e pa drejt, pa barabarta, krimi, droga, patronazhimi dhe drejtësia e kapur. Cili është maksimumi që ata mund t'ju bëjnë juve si koncension politik apo si levë politike? Apo do ju thonë llafe tek qia dhe pastaj duhet merrni ju vetë këtu brenda? Jo, më pas vjen faza tjetër. Ka ndonjë shans që ata mos të njohin zgjedhjet si fillim? Po, pra me këto raporte është vënë, unë thash, është vënë në pikpyetje legitimiteti i zgjedhjeve. Për ata? Për ata. Okej. Dhe kur mirë po, ne duhet të dimë çfarë instrumentash ka në dorë secila organizatë. OSBE-Odieri prodhon raportin dhe evidenton të gjitha shkeljet dhe i vë një njohë zgjedhjeve. Tani ne kemi një tjetër organizatë që është po aq e rëndësishme për ne, në mos më rëndësishme, që është Bashkimi Evropian. Po sigurisht. Bashkimi Evropian ka ca leva shumë të forta që janë kushtëzimet në procesin e antarësimit në BE. Dhe këtu ne presim që të ndryshojnë gjërat dhe të ndodhë ajo që ndodhi në Maqedoninë e Veriut, ku Bashkimi Evropian i vuri kusht Maqedonisë Veriut dhe i tha, për ne nuk ka rëndësi data e zgjedhjeve, ka rëndësi kushtet në cilat zhvillohen të zgjedhje. Qeveri teknike. Prandaj duhet një qeveri kujdestare që të zgjas për aq kohë sa të sigurohen kushtet të barabarta për zgjedhje, pra që gara të ketë kuptim dhe jo të mos ketë kuptim siç ka ndodhur gjatë gjithë këtyre viteve në Shqipëri. Kjo është ajo që presim ne. Por BE-ja nuk mund ta bëjë këtë pa dalë raporti përfundimtar i OSBE-Odierit. Që do të thotë histori, saga e zgjedhjeve të 11 majit do të vazhdojë? Saga do të vazhdojë sepse ne jemi ende në proces. Procesi dhe së brendshmi nuk ka përfunduar. E vërtet. Kështu që ne vazhdojmë denoncimet, të gjitha gjetjet tona ne vazhdojmë t'i dërgojmë tek OSBE-Odier dhe përveç të gjitha asaj që ka ndodhur brenda vendit, ne kemi parë dhe me video që janë gati qesharake, janë të pabesueshme në një vend që pretendon të jetë vend antar i NATO-s. Preferuari im është ai që fut dorën te kutia dhe dhe e nxjerr. Ajo është edhe për mua është bukur shumë. Gjëja më, domethënë që i hedh poshtë çdo gjë nuk ka, është pa imagjinueshme. Megjithatë, pra përveç kësaj është edhe procesi i votës së diasporës. Dhe ai është një proces që është kokë e këmbë i dështuar. Dhe jo vetëm kaq, po vetë KQZ-ja e ka hedhur në erë, sepse thotë unë nuk do t'i paguaj të gjitha parat për kompaninë DHL, sepse nuk e ka zbatuar protokollin. Pra dhe vetë KQZ-ja ka hedhur në erë, do të shikojmë sa para do të paguaj. Pyeta zotin Celibashi për këtë, ishte ambig në përgjigjen e tij, procesi shumë i mirë, por KQZ-s nuk do ja japim lekët. Po, DHL-s nuk do ja japim parat, edhe pra vetë KQZ-ja e ka hedhur në erë në të gjitha format. Po t'i mbledhim të gjithë deklaratat e zotit Celibashi, jo vetëm pretendimet tona, por dhe deklaratat e tij, do të shikojmë që ky proces është i hedhur në erë. Dhe të bashkuara këto bashk i bëjnë të pavlefshme zgjedhjet e 11 majit. Bashk me të gjitha këto që përmenda edhe më herët, me rezolutat e EPP-s, me raportin e Komisionit Evropian, me seancën e posaçme në Parlamentin Evropian, me deklaratën që do të miratohet sot dhe me raportin përfundimtar të Odierit, ne do të kemi një mosnjohje të këtyre zgjedhjeve. Këto janë sinjale të qarta që po shkojmë këtu. Po ashtu ju keni parë edhe mos reagimin zyrtar të ambasadave. Mosnjohje zgjedhjeve nga ndërkombëtarët. Po, mosnjohje zgjedhjeve nga ndërkombëtarët, partnerët kryesor ne kemi Bashkimin Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. A i keni varur shpresat se ata sigurisht do të ndikohen nga raporti OSBE-Odierit? Patjetër. Që del, besoj, në fillim të muajit tjetër. Në korrik, si rregull. Megjithatë do të shikojmë nëse dhe ata do të presin kontestimin përfundimtar të zgjedhjeve apo jo. Pra do të presin procesi i rinumërimit në këtë aspekt ju avancon kauzën se ju mungojnë materiale zgjedhore? Po sigurisht, patjetër. Atëherë, procesi i rinumërimit ka këtë gjë. Ne do të përdorim të gjithë mekanizmat që kemi në dorë, si opozit, për të vërtetuar ato pretendime që ne kemi. Pra, kemi thënë që kemi materiale, dhe këto janë filmime, video, shkresa, proces verbale, të gjitha këto përbëjnë të tërën. Sepse nuk ka patur vetëm një lloj shkelje. Dhe po shikoni dhe aty kishte bërë dhe Franc Nuri kishte bërë një zbërthim shumë të mirë edhe të raportit të Këshillit të Evropës, dhe po të shikoni, po t'i vendosnim një përqindje minimale të gjitha shkeljeve, këtu zgjedhjet janë vjedhur 100%. Se ky ka qenë gjithmonë debati në Shqipëri që po mirë është përdorur ky mekanizëm, po ja dhe një tjetër. Po ti marrësh kur t'i japësh një 5% çdo shkelje që është renditur aty, zgjedhjet kanë
përfunduar, pra janë krejtësisht të manipuluara. Kështu që ne do t'i përdorim këto mekanizma si opozit, se këto kemi për detyrë të bëjmë në atë parë, dhe më pas të gjitha këto do të marrin vlerësim. Jo, nuk keni vetëm të detyrë, zonja Zhurali, keni detyrë ndaj publikut atyre që ju kanë votuar, veçanërisht ka një hartë madje. Mua këto hartat grafike të zgjedhjeve më japin një lloj sëkëldie. Për shembull, kjo harta që e paraqet 60% të Republikës së Rozë dhe pjesa veriore blu është një idiotësi grafike dhe politike, edhe nga eksponentët tuaj që e kanë publikuar. Për shembull, një mesazh më thotë: "Mirëmëngjes, ne të djathtëve në Vlorë na duket sikur